Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana, sot kemi një vlog të ri. Edhe këtë vlogun e nis në Bali. Jemi rikthyer në Bali, kishim mbajtur në Gilier për ju që nuk jeni parë vlogun e fundit, të cilat janë disa ishuj që janë këtu afër Balis, diku te 2-3 orë me anije. Edhe dje u rikthyem në Bali. Kemi erdhur në Uluwatu, që është një pjesë e Balis që ka më shumë plazhe. Në përgjithësi këtu njerëzit bëjnë shumë surf, i shikon të gjithë me një ato surfboards në dorë, edhe duket shumë vibe, shumë cute e gjitha kjo. Njerëzit këtu janë më të rinj, ka më shumë gjëra të shikosh, party, lokale, gjërka. Edhe mezi presti shikojmë të gjitha. Kemi 6 ditë të rim këtu në Uluwatu dhe pastaj do rikthehemi në Greqi që nuk dua fare. Kështu që le të mos e diskutojmë, le të mos e mendoj që do kthehem, edhe le t'ju them që kemi bërë check-in-in ton te ky hoteli këtu të bukur, të cilin do ja u tregoj tani së shpejti. E thjesht desha të them që arritëm dje në darkë vonë, nga ora 6, nduket në hotel që kishte rënë edhe dielli. Ne ishim diku te 5:30 te Ania, që na solli nga Gilier këtu në Bali përsëri, edhe u vonua tepër shumë Ania. Ne duhet ta kishim bërë atë rrugën për 4 orë, e bëm për 5 e ca, diku atje, edhe nuk ishim ngrani, ishim të këputur, edhe thjesht erdhëm dje në hotel, lam gjërat tona, ikëm përsëri që të hajmë, hangra thjesht një pica, edhe pastaj erdhëm përsëri te dhoma, bërëm një banjë, fjetëm gjumë. Kjo ishte dita jonë dje, asgjë tjetër, vetëm rrugë, ushqim, gjumë. Edhe prandaj po e hap vlogun tani, edhe prisni t'ju bëj home tourin ton. Tere, po filloj nga pjesa brenda, me që e pat pak tani te fillimi. Këtu është krevati jonë, më pëlqen shumë sepse ka këtë boho stil, me këto ambazhurat prej kashte, me këto jastëket që janë bezhe të bardha, me guazka lart ajo. Shumë cute, shumë më pëlqen. Edhe më pëlqen shumë edhe ky tapeti, të cilin e dua për në shtëpinë time, thjesht nuk e kam marrë akoma, se mami më ka thënë që nuk fshihet mirë ky tapeti dhe nuk mundesh edhe ta lash, kështu që këto janë problemet tona. Po në sy duket shumë bukur, e vërteta është. Këtu para kemi një pasyrë, edhe mua, që jam veshur, jam bërë gati për plazh, sepse për pak do ikim. Ka një vazo këtu super cute, super të bukur. Te pjesa atje është banja, të cilën nuk do jo t'rregoj tani se është devi brenda, edhe po ruhet. Po. Këtu është pjesa që kam bërë rumuj, kështu që prandaj mundem të mos ja u tregoj shumë te video, i kemi lënë të gjitha gjërat tona atje poshtë. Më pëlqen vetëm kjo këtu pjesa që kam vënë fustankat e mia që mezi po presti vesh të gjitha. Shikoni sa ngjyrat bukura që kam. Kafe blu, mov, lila, atë të kuqen, këtë bezhën, këtë lilan prap, shumë cute. Më pëlqen si duket kështu me ngjyrka. Edhe pjesa më e bukur e shtëpisë ton është kjo këtu, sepse këtu e kemi krevatin edhe këtu kemi balkon, jo balkonin, nuk është balkon, është oborin ton. Thjesht shikoni pak ç'a obor kemi tani. Fillon nga këtu, me këtë karrigjen këtu të bukur, me vazo, dekorimi në përgjithësi më ka pëlqyer tepër shumë. Janë të gjitha bezh, estetik, ka edhe atë pjesën atje që mundesh të ulesh me jastëk. Pishina jon këtu, këtu para është hyrja e shtëpisë. Edhe këtu vazhdojmë me tavolinën tonë që këtu e kemi lënë rumuj sepse hëngrëm mëngjes, porosita që parë, sepse këtu në Bali mundesh edhe të porosisësh, ta sillin në shtëpi me motor. Edhe kjo pjesa këtu që është kuzhina jon, edhe më duket shumë cute shtëpia jon për këto 6 ditë këtu në Bali. Mezi po pres të bëj foto të bukura atje. Edhe atje them të vej disa roba banjo, të bëj disa foto kështu cute të bukura. I think I kinda like it. I vetmi problem që kam për sot është që kam ciklin, edhe po mundemi të gjejmë një beach club, bar do me thënë, që të mundemi të rim atje, të ketë shezlone, të jetë organizuar, që të mundem të shkoj shpesh herë të ndrohem, too much information, base, por këto janë problemet tona. Se jemi femra, edhe kemi edhe këto probleme brenda muajt, duhet të na i prish të gjitha. Nuk më la të bëj pak plazh. Outfiti im për sot është
Këtu kam veshur roba banjo me polka dots, me këto pikat bardha, dhe kam veshur edhe këtë sorç, të cilën më duket e mora në Temu. Edhe është fantastike, bezhe kafe. Normale që kam vënë edhe aksesore këtu te dora edhe te qafa. Do marr këto syzet këtu, prisni. Ndiem që më shkon shumë ngjyra kafe, sidomos tani që kam marrë edhe pak ngjyrë, nuk e di vetë duket, pa kam marrë pak ngjyrë. Arritëm te pishina edhe përfundimisht çmimi është shumë okay. Jemi ullur në këto sunbeds, në këto shezllonet këtu, të cilat duken edhe shumë të bukura. Kemi pishinën këtu para dhe detin nga ana tjetër, dhe çmimi që të ulemi këtu ishte 30 euro për 2 person, minimum spend, do me thënë këto 30 euro ne duhet t'i harxojmë në ushqim edhe në pije. Kështu që është fantastike. Me pak fjalë nuk e paguan vendin që ulesh, e paguan ushqimet që do hash, do pish, këto gjërat. Edhe ne kemi filluar me një pjatë me fruta. Sa në erdhi ka mango, ka një flutër. Ka mango, ka banane, ka anana, ka shalqi, edhe ka edhe dragon fruit. Devi nga ana tjetër ka marrë cappuccino të ftohtë, ndërkohë që unë ka marrë një Red Bull të pi. La 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 la. Everyone a come and we should have fun. La 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 la. Everyone a come and we must have fun. Every day we say that things is hard. Still we better than plenty abroad. Earthquake come. Hours later. Hello, jemi kthyer në shtëpi. Kalom shumë bukur sot në det, thjesht rahat, rinim, hynim në pishinë, dilnim jashtë, rinim prap te shezllonet. More edhe pak ngjyrë, akoma më shumë sot, jam djegur pak, po okay. Nuk vura krem dielli fare sot. Kështu që mirë të më bëhet. Tu kalojnë shumë motora afër shtëpisë tonë. Edhe dëgjohet shumë zhurmë. Rruga e kthimit kishte shumë trafik, edhe këtu rrugët në Bali janë edhe kaq. Janë dy kalimse themi. Po. Me dy kalime, po. Edhe janë kaq të ngushta fare, me zor nxejnë të dyja makinat. Edhe ishte bërë nami, po ja dolëm, arritëm në shtëpi. Unë tani kam nevojë pak të ri, të shikoj fotot që bëra sot, fotot që më bëri Divi sot, edhe t'i seleksionoj më bashkë. Edhe kaq janë të rejat e mia, nuk bëm diçka super wow, vetëm plazh, vetëm det e relax. Ne po rinim këtu, mirë e bukur, edhe bie dera, vin dy zonja brenda. E mund që po ndodhë, më thot Devi na pronondova të bëj masazh. Kështu kot, do me thënë i vjen diçka edhe e pronondon, thjesht më tha kaq do bëjmë masazh. I thash okay, why not? Pse jo? Unë në masazh nuk them kur jo. Edhe kanë erdhur dy zonja tani dhe po na përgatisin krevatin që të shtrimi atje të na bëjnë masazh te hoteli jon. Pa dalur fare nga shtëpia jon. Është gjëja më fantastike në botë kjo. Është më duket gjëja që do më mungoj më shumë nga të gjitha kur të ikë nga ky vendi. Kjo është fytyra ime mbas masazhit që bëm. Nuk e di qa talenti është ky që kanë këtu njerëzit. Këto zonjat që erdhen edhe na bën masazh, fantastike. Dish më mori gjumi, kam rënë në relax total, edhe unë çfarë desha të haj dhe buk. Tani që mbarua me masazhin, nuk duhet të bëj asgjë tjetër përveç të flej gjumë. Do thjesht të flej gjumë, asgjë tjetër. Sepse nesër duhet të zyem edhe shumë herët në mëngjes. Kemi pronontuar të shkojmë një day trip, një ekskursion ditore në një ishull që është poshtë Balis, quhet Nusa Penida, edhe është nga më të famshmet, do me thënë ka plazhet më të famshme, ka snorkeling, ne do bëjmë edhe snorkeling nesër, edhe do shohim
disa plazhe të famshme të ishullit, kështu që do jetë një full day tour, por problemi është që duhet të jemi gati në orën 5:01 të mëngjesit. 5:01 qerek. Edhe kjo do më thënë që ne duhet të zjemi nga ora 4:30 të mëngjesit. Unë do të vdes në gjumë, jam e sigur që nesër do jemi këputur, por do e bëjmë sepse jemi njerëz të rinj, kemi fuqi, mundemi akoma ta shfrytëzojmë, sepse një ditë do mplakim edhe nuk do mundemi të bëjmë asgjë përveç të shkojmë në rizorte që janë all inclusive, edhe vetëm atë. Kështu që tani që mundemi, bëjmë eksperiencë. Okej. Këto gjërat ja them vetes që të më jap fuqi të vazhdoj. Ndjem që kjo kamera nuk ka bërë fare fokus te... Ja, tani bëri fokus. Te fytyra ime. Është gjithë skena autofokus mbase. Do e filmoj përsëri? Sigurt jo. Do flegjum tani? Sigurt po. Natën e mirë, shpresoj të zgjojmë. Realiteti është ky. Unë në orën 4 të mëngjesit, pa gjumë. Njerëz të rinj që dua thjesht të fle, nuk do të shkoj në asnjë ekskursion. Kemi fuqi. Nuk dua. Nuk e di pse ja bëra vetes këtë gjë. Mundemi akoma ta shfrytëzojmë. Është shumë gjë e keqe. I don't want no problems today. Try to stop my wave. I don't want no problems today. Please don't come stop my wave. I ain't just one device. Let me be. D&D. Drinks on me. I ain't just one device. Let me be. D&D. Drinks on me. eksperiencën tonë te varka, edhe tani hym në makinë, pam për herë të parë mantare nga afër, edhe notuam me mantare. Ishte një gjë absurde të shikosh nga afër, sepse unë për shembull e kam parë vetëm në filma, vetëm në ekran. Edhe kur thjesht e ke atje, shikon që është para teje, nuk e di, është thjesht wow. Thjesht problemi është që sot kishte tepër shumë dallga, edhe varka jon shkonte kështu. Mua sa hyra te varka filloi të mëze, desha të vjell, desha të svej kokën time, sepse më dhimte kaq shumë. Edhe pastaj kur arritëm atje, që ishte pjesa që duhet të hidheshim nga varka dhe të notonim që të shikojmë mantarej, kishte shumë dallgë dhe të mirë të ujë si këtej si andej, kështu që kjo ishte i vetmi problem që kishim për sot. Po okej, ja dolëm. Ndërkohë xhiroja që bëm që te nisja derisa arritëm te plazhi që janë ato mantarejs, ishte e mrekullueshme. Domethënë natyra që ka këtu vendi është, nuk e di, vërtet si në film. Edhe tani arsyeja që kemi hyrë përsëri në makinë është sepse kemi pronotuar tur gjithë ditën, kështu që dita nisi me snorkelin, me varkën domethënë, edhe tani to na çoi ky djali që nget makinën në 3
plazhe më të famshme te këto plazhet që do shkojmë tani janë më shumë thjesht që ti shikosh nga lart sepse kanë pamje fantastike, nuk janë që të notosh, sepse si u thash ka shumë dallk këtu, edhe me sa kam kuptuar është shumë vështirë të ecësh deri poshtë, duhet të bësh një si tip hiking që të arrish deri poshtë e plazhit që të notosh, edhe nuk e lejojnë sepse mund të ndodh diçka, edhe do marrë shumë orë që të shpëtojnë, sepse do shumë orë që të zbresësh poshtë e plazhit, po shumë bukur të shikosh nga lart. Edhe kemi brenda te turi jon edhe drekën, kështu që do ndalojmë pastaj në një restorant që të hajmë edhe drek. Rrugët këtu janë nuk dua t'ju them si janë rrugët këtu. Unë trembem vërtet, nuk e di si ngasin këtu njerëzit. Kjo rruga është i frikshme, e shikoni që ka makina edhe nga ana tjetër, është dy kalimshëm. Shikoni sa afër jemi. Arritëm te restoranti, duket disi kështu, jo shumë bukur, po okej, ishte included brenda te çmimi që kemi paguar për turin. Për turin unë harova t'ju them, kemi paguar 150 euro për të dy, është shtrenjtë në përgjithësi, po kishte brenda I kishte të gjitha, do me thënë biletën e anis që të vim këtu, erdhën na morën nga hoteli jon edhe na çuan te porti. Edhe nga porti tjetër erdhi na mori tjetër shofer. Do me thënë ishin të gjitha brenda, edhe snorkeling, edhe tani dreka që do hajmë, edhe ato 3 vendet që do na çojnë tani që të shohim plazhet, edhe pastaj që do kthehemi, të gjitha. Kështu që okej, në Get Your Guide I gjeta më shtrenjtë, kurse këtë turin që pronontova I gjeta nga një person në Instagram. E rekomandonin shumë te TikToku, në përgjithësi të hyni në TikTok kur udhëtoni, po doni të bani aktivitete gjera. TikToku ka rekomandimet më të mira, unë të gjitha atje I gjej për veten time. Ky lokali më kujton pak Shqipëri, nuk e di pse, po këtë më kujton. Presoj të hahet ushqimi, shpresoj, se po më hahet bukë, edhe po të mos hahet, nuk e di që do bëj me jetën time. Edhe kjo është pamja që kemi nga restoranti jon. Devi mori të haj noodles, ndërkohë që unë mora të haj makarona. Kjo këtu poshtë është pamja jon, nuk e di, nuk e besoj dot që është reale, ndërkohë nga ana tjetër vetë ky nami këtu që shikoni me njerëz, sepse këtu është luftë, duhet të luftosh me njerëzit që të bësh një foto të hajrit. Una noche más, como antes, solo piénsalo. Hay una miradita, hacerte cosas me invita. Desde que te vi yo supe, serías mi problema favorito. Que los vecinos me disculpen, pero esta noche te necesito. A poca luz, el cielo vuelve a arder. Toda la noche, hey yeah. Que ganas. Arritëm më në fund në shtëpi, kam vënë edhe fleshin këtu që të më shikoni më mirë. Edhe jam super e lodhur, po të tipit M'fal Elena. Po të tipit super e lodhur. E dini qa, si eksperiencë bukur ishte, po ishte shumë e lodhshme. Duhet të keni shumë takat që ta bani këtë gjë, sepse nuk është që thjesht do zgjohesh në mëngjes dhe pastaj okej, janë të gjitha smooth. U zgjuam në mëngjes, vajtëm atje me anije, kaluam nga balia te ai ishulli që është poshtë balis, me anije. Erdhen na morën nga anija shoferi na çoi atje që bëhet snorkeling. Veshëm ato, e morëm ato këpucët, jo këpucë, si qenë, patrahopedila. Morëm ato për not. Edhe vëm te varka tjetër, që të shkojmë në skaf, do me thënë, që të shkojmë për snorkeling. Skafi shkonte kështu, unë isha kështu gjithkohon, desha të vjedh gjithkohon. Ikëm që atje. Vajtëm, morëm makinën, makina shkonte përsëri kështu, sepse nuk ishte gjysmë copë e rrugë që të shkonte drejt, pa gur, pa asgjë. Gjithkohon ishim kështure, nuk mundem t'ja shpjegoj sa shumë jam lodhur sot nga e gjitha kjo. Edhe gjithë ditën ndiem që duhet të vjell, edhe kam dhimbje stomaku, koka ime, truri më ishte bërë dhall, realisht dhall. Edhe kishim të gjitha këto të bëjmë,
Ndërkohë që ishim në pikë të diellit, në mes të diellit, bënte tepër shumë vap, hym pastaj përsëri te Ania që të kthehemi këtu, erdhi këtu shoferi na mori na çoi deri te shtëpia 1 orë gjys prap në rrugë. Ishte pak lodhje. Unë me transportimin në përgjithësi, me makina, me barka, me skaf, me çfarë të jetë nga të gjitha këto, nuk duroj dot. Nuk jam person fare që do kisha mundësi për shembull të bëj atë që bëjnë shumë njerëz që marrin një skaf me qeraj dhe rinë lart e skafi për një javë. Unë sa ve këmbën time lart e skafi, sa e ve këmbën time, ndim që duhet të ikë. Nuk e duroj dot, nuk mundem. Duhet toka që shkel poshtë të jetë drejt, të mos tundet, të ndjem e sigur do me thënë, që nuk do shkoj kështu. Po, si experience overall ishte nice, po të mos i kisha bërë, do isha penduar, kështu që them me veten time mirë bëra, që vajta e provova, e bëra edhe këtë gjë. Kam të them që kam bajtur edhe në Nusa Penida, pse jo, why not? Pasha të plazhin më të famshëm në botë që e kam parë kaq kohë në Instagram dhe thoja ku është ai plazhi, ku është, edhe më në fund e pash nga afër edhe them okay, kënaqem të paktën brenda vetes që e kam parë kaq shumë edhe më në fund arrita ta shikoj me sytë e mia. Edhe është një gjë shumë e bukur. Kjo, ndjem që kam bërë një arritje. Tani për dikë tjetër mund të mos jetë asgjë, për mua është një arritje, kështu që çdo njeri ka ato vetat. Nuk kam hyrë akoma të bëj banjë sepse po flisja deri tani me motrën time në telefon, po diskutonim të reja tonë sepse edhe motra është në Shqipëri tani. Unë jam këtu, motra më thoshte çfarë bëri brenda ditës. Unë i thash adventurat tona. Që kemi bërë ne. Kam haruar t'i them një situatë që na ndodhi kur po vinim nga Gilier, ato ishuit që kishim mbajtur, te Balia përsëri që po ktheheshim këtu. Ishim lart te Ania, që thoni, edhe kishe shumë pak njerëz brenda, edhe unë kisha parë që ishte brenda një vajzë e cila ishte vetë, edhe ishte vetëm me një çantë shpine. Do me thënë, e kisha parë te Ania, po nuk ishin folur. Thjesht kur vajta lart, që të shikoj pak pamjen se ajo rinte lart në fillim, me kishte parë, i kisha parë dhe me kishte qeshur, edhe i buzëqesh edhe unë, kaq, deri atje. Pastaj ne zbritëm nga Ania. Edhe që ndodhi? Te porti që zbritëm, në përgjithësi ndodh këtu në Bali, kur zbret në një port, nuk lejohet të porosisësh taksi nga aplikacionet që kanë këtu. Edhe çmimet që ekzistojnë te aplikacionet janë normale, do me thënë janë shumë të lira, po janë normalet për këtu. Kurse po të marrësh taksi nga porti, sepse këtë gjë e bëjnë që të marrësh taksi nga porti që janë njerëzit që jetojnë atje, lokal, s'këte andej, janë shumë më të shtrenjta, do me thënë 3-4 herë më shumë se sa do paguaja nga një aplikacion që të shkosh te vendi që do. Edhe nuk kishim edhe rrugë të vogël të bëjmë nga porti, duheshet të vim këtu te vila jon që ishte 1 orë ca, më duket larg. Edhe do ne ikrin shumë lek me këtë rrugën po të mirnim taksi nga atje. Edhe sa zbritëm ne nga Ania, po diskutonim si do ja bëjmë, ç'a do bëjmë që të mundemi të shkojmë në një vend të porosisim taksi nga aplikacioni. Edhe ishte edhe ju vajza atje afër, edhe pyeti Devi atë vajzën që ti si do ja bësh, do me thënë ke iden nga këtu, do marrësh nga këtu taksi apo do shkosh diku tjetër. E tha ajo që po mundojmë të gjej internet tani diku, se ajo nuk ishte internet e telefoni, po mundojmë të gjej internet, na tha tani që të shikoj ku mundem të shkoj që të porosis taksi. Edhe që ta bënim këtë gjë, duhet të ecnim 20 minuta në këmbë. Ne ndërkohë kishim edhe 2 valiçe, të cilat i mbajti Devi gjithkohën, gjithë rrugës. Edhe tham unë me Devin që okay, ja vlen të ecim 20 minuta edhe të porosisim një taksi shumë më të lirë, të kursejmë edhe 2 lekë me njanë, të harxojmë diku tjetër. Nuk e di po më dëgjoni tani. Ka shumë zhurmë këtu. Edhe i tham asaj vajzës që ne do shkojmë, do të vish me ne, të hecash me ne, mos jesh vetë. E tha ajo po. Edhe siç po ecnim në rrugë, na thoshte ajo për jetën e saj, do me thënë, për udhëtimet që ka bërë. Ajo kishte erdhur këtu vetë në Bali.
I kishte nisur udhëtimin e saj nga Tajlanda, edhe pastaj erdhi në Bali vetë ajo. Edhe kishte diku te 1 muaj na tha që udhëtonte, edhe tani që po ktheshin në Bali bashkë me ne, ishte ditë e saj e fundit. Ditën tjetër do ikte për në Kanada, se ajo jetonte në Kanada. Edhe ishte shumë nice të diskutoje me një person që nuk njihje, thjesht e pam, folëm, tham 2-3 gjëra, edhe na tha për jetën e saj, për eksperiencat që ka bërë. Mua më dha Instagramin e saj, më tha që do të bëj follow në Instagram, kur të vi në Greqi do të shkruaj direkt. Edhe na tha që po të vini ndonjëherë në Kanada, do më shkruani ju direkt. Na thoshte për punën e saj, si a del me udhëtimet, se ajo, me sa na tha, udhëtonte shumë, domethënë ka vajtur në shumë vende, edhe ka bërë edhe shumë solo traveling, edhe më tha që është nga eksperiencat më të bukura që ka bërë ndonjëherë. Unë për shembull e kam shumë qejf ta bëj, thjesht jam shumë frikacake si person, edhe e kam atë gjë që më mban brapa që them o bo po ndodhi diçka, edhe ku do shkoj unë, ç'a do bëj vetë dhe si do ja dal. Po ajo më tha që edhe unë ashtu isha në fillim, kisha shumë frikë, thjesht më tha duhet të shkosh, ta provosh që të kuptosh nuk është asgjë. Domethënë e ke shumë më të madhe te mendja jote se sa është në realitet. E më tha që ndjesh liri brenda vetes, sepse krijon programin tënd siç do ti, bën ç'a të duash ti pa menduar fare, po do i pëlqej tjetrit, të gjejmë diçka në mes, jo, më thot, mendon vetëm veten tënde në gjithë udhëtimin, edhe është diçka shumë e bukur. Plus më tha që ajo rrin nëpër hostel kur shkon në udhëtime vetë, kështu që është shumë kollaj të bësh shoqëri të re, të njohësh njerëz që nuk i njeh. Më tha që për shembull ajo erdhi këtu në Bali, kishte vajtur në një hostel. Hostel janë ato hotelet që jeton në një dhomë me disa njerëz të tjerë që nuk i njeh. Thjesht ka krevate dhe çdo njeri ka krevatin e vet dhe je me njerëz të tjerë. Më tha që kishte vajtur në një hostel që ishte vetëm për gra. Më tha që kishte një gocë ngjitur me krevatin e saj, edhe u takuan njëra me tjetrën. Më tha që kisha në plan të ri 2 net në Ubud, që është kryeqyteti këtu. Edhe përfundimisht ndenti 5 net më duket në Ubud, sepse bëri shoqëri shumë të mirë me atë gocën, edhe bënin gjëra bashkë, domethënë, dhe i pëlqevi shumë. Kështu që bëri një shoqe të re me pak fjalë. Edhe pastaj kur vajti në Gilier, që janë ato ishujt që vajtëm edhe ne, më tha erdhi edhe jo goca me mua dhe nuk i kishte në plan ajo goca të vi. Kështu që është diçka shumë nice, bën një udhëtim pa plan, pa patur në mendje që duhet të shkoj këtu, duhet të shkoj aty, kem të gjitha të organizuara, janë pak kështu. Më pëlqen këtë vendi, do ri edhe 3 net më shumë. Nuk më pëlqen këtë vendi, do ik, do shkoj në një vend tjetër. Domethënë shumë nice. Edhe i thash nuk ndjesh domethënë frik këtu në Indonezi. Më tha jo, më tha Balia më duket është vendi më i mirë që të fillosh të bësh solo traveling. I thash okej, nuk e prisja të më jepte këtë përgjigjen. I thash pse beson këtë? Më tha se njerëzit këtu janë shumë të qeshur, edhe është e vërtet që këto njerëzit flasin shumë, kanë një vibe shumë, domethënë friendly, shumë të bëjnë të ndjesh si familje, domethënë nuk e di si ta shpjegoj këtë gjë. Edhe më tha për shembull që vajta te hosteli më ditën e parë, edhe ai që ishte te recepcioni, mbante mend çdo emër e çdo personit, edhe çdo mëngjes na thoshe për shembull, përshëndetje, mirëmëngjes Margarita, atë gocën e quanin Margarita. Përshëndetje Margarita, një cappuccino. Domethënë mbante mend edhe ç'a pinin çdo mëngjes. Edhe thjesht desha ta ndaj edhe me ju, se mu duk shumë nice që folëm me një person, njohëm një person që bën diçka të tillë. Unë nuk isha njohur ndonjëherë tjetër, dukesh e vajzë shumë chill, domethënë me një çantë shpine ju them, ndërkohë që unë isha me një valixhe më e madhe se unë. Ishte ajo valixhe që kisha unë me rroba brenda full. Ajo kishte vibe totalisht ndryshe, po prapë më pëlqen shumë. Domethënë unë jam në 2 anët. Dua ose luks 100% ose Azia. Domethënë të mos kem Azia, të shkoj kudo pa plan pa Azia, nuk më pëlqen mezi. Unë dua ose këtu ose këtu. Kësaj radhe zgjodha këtë anë. Mund radhës tjetër të zgjidh këtë. Nuk i di. Përshëndetje, thash t'ju bëj një quick outfit check para se të ikim
nga shtëpia. Kam veshur një fund të bardhë të gjatë deri poshtë, këtë bluzkën këtu bezh, e cila është e pa e kurosur, por s'ka gjë, sepse e dini që jemi në një ishull, nuk kam orë eksterit e kurosur robat e mia, do dal kështu, edhe nuk më intereson edhe fare. Nga poshtë kam veshur roba banjo që të jem e sigurt. Ndërkohë kam marrë edhe këtë çantkën këtu, e cila është me këto xhingla mingla të lartë, nuk e di si quhen. Edhe goca është gati, poshtë të këmbët kam veshur Birkenstock shapkat e mia, syze në kokë të cilat do I ve edhe në sy tani. Kjo, nice, super. Edhe jam bërë gati sepse sot kemi vendosur të mos shkojmë në plazh në mëngjes, meqenëse se është e diel. Kishim parë ne në TikTok që të diellat këtu në Uluwatu bëhet një pazar me roba, me aksesore, me suvenirsa, me shumë gjëra. Edhe tham se jo, të shkojmë një gjëra të eksplorojmë. Është diku te 12-13 minuta larg nga hoteli jon, kështu që është perfekt për ne. Edhe të bëjmë ndonjë xhiro në përgjithësi, të shikojmë pak vendin me që nuk e kemi parë. Edhe mendojmë të shkojmë në plazh mbasdite, kur perëndon dielli, të veshur një fustan kështu të bukur që do të bëjë disa foto, edhe bëjmë kështu programin sot, pak kundra. Se në përgjithësi ne shkojmë në plazh në mëngjes dhe pastaj në darkë dalim në për dyqane lokale. Po sot do ta bëjmë kështu pak ndryshe. Më pëlqen shumë outfitin për sot. Ndjem shumë e thjesht, e bukur, chic, të gjitha këto gjërat. Më pëlqen që I them unë vetë për veten time. Kjo më pëlqen më shumë nga të gjithë. Ikim. Po. U rikëthem në shtëpi edhe është haul time, sepse bëm disa blerje te marketi që vajtëm. Ishin pak të shtrenjta gjërkat atje, sepse nuk ishin, do me thënë, njerëz që thjesht kishin bankun e tyre në rrugë, ishin pazare të organizuara, do me thënë, brenda në dyqane. Ishte më cute, më estetik, më Pinterest vibe sot, edhe më pëlqeu shumë, sepse morëm shumë qetë mëngjesin tonë, u zgjuam, porositëm kafe këtu te vila, pim kafen ton, u bëm gati me rehatin ton, unë bëra disa reelsa që më duheshin për Instagramin, pastaj ikëm që këtu vajtëm te marketi, kishte njerëz shumë të bukur, ishin të gjithë të rinj, kishte në çdo vend muzikë, të gjithë ishin të qeshur, nuk e di, shumë më ka pëlqyer kjo dita sot si ka vajtur deri tani. Edhe u rikthem në shtëpi sepse unë dua të ndrohem për pak, të vesh ndonjë fustank, edhe të shkojmë për ndonjë orë te një plazh që kemi diku 20 minuta larg nga hoteli jon, që të shikojmë perëndimin e diellit. Por është ora t'ju bëj haulin ton, do nis me këto këtu të vockla tona, që janë një kartë postal që duket disi kështu, është prej druri. Nuk është fantastike, dhe këtu mbrapa mundesh të shkruash çfarë të duash ti, edhe duket këtu që është edhe dru. Më pëlqeu tepër shumë kjo pikture që kishte lart, shkruan Bali. Ndërkohë Devi mori këtë këtu që është magnet për në frigorifer, përsëri është prej druri. Shkruan Uluwatu, që është vendi që ndodhemi tani, Bali, Indonesia. Këto të dyja kushtonin 2 euro e gjys. Pastaj do vazhdoj, do ju tregoj këmishën që mori Devi te pazari që vajtëm. Është kjo këtu, është lino, edhe e ka ngjyrën beige me këto vija këtu. Super cute, super nice, me të shkurtra, është shumë verore, edhe kushtonte 12 euro. 12 e gjys. 12 euro e gjys e çuam ne, sepse duhet të bëni pazare, këtu ja u kam thënë. Sa ishte çmimi fillestare?
20. Pastaj kemi një gjë të vockël këtu, prisni se këtë desha ta hap edhe ta vesh direkt në qaf. Unë mora këtë varsen këtu, nga kjo ana para ka diellin edhe nga ana mbrapa ka hanën. Edhe më pëlqeu tepër shumë si dukeshe. Edhe them ta vesh tani, ndjem që do më shkoj me këto varsit që kam gja në qaf. Edhe ja si duket edhe e van. Shumë e bukur. Pastaj do vazhdoj përsëri me një bluzë tjetër që mori Devi. Edhe kjo më pëlqeu tepër shumë. Kjo është ana para, edhe kështu duket nga mbrapa. Edhe shkruan surf Bali Uluwatu. Pastaj kemi një kapelka që e mora unë. Po kërkoja një kapele, se unë kisha marrë një me vete nga Athina, po më shprishur, më është bërë për të hedhur, kështu që po kërkoja një tjetër që ta kem për këtu, edhe pse pash këtë më pëlqeu tepër shumë, duket shumë cute, nuk e di pse. It's giving that vibes on vacation. Kur e pash, thash shumë e bukur, e provova njerë, më tha i të shkon shumë, mere këtë janë i tha shumë seke, më tha se i kishtë i 20 euro. I thash unë jo, nuk ka shans, 20 euro dhe thjesht e more e lash ati ku ishte, i thash nuk dhe marë. Më thot Devi me sa do e mirje? 22 ca ishte të çmimi. Më thot Devi me sa do e mirje? I them unë për 7 euro është maksimumi që do jepja për këtë kapelen, domethënë nuk shkoj më lart. Më thot Devi prit t'i themi. Edhe i tha njerë, tha ai jo nuk ka shans, merre me 10, na tha, merre me 10. Është çmimi fundit. I thash unë e mendova, thash mirë lere për 10 euro nuk ja vlen. Edhe e lash aty vajtëm të ikëm, mirë mere me 7,5. Edhe blerja e fundit për sot ishte kjo këtu. Kemi një pal roba banjo, të cilat unë nuk i provova dhe kjo është gjëja më e frikshme, se më duken edhe pak një çik fare të vockla, po okej, shpresoj të më bëjnë dhe i provoj për pak. Mas është small, që unë smallin vesh në përgjithësi, do shohim. Po më pëlqen tepër shumë, më pëlqen kombinimi i ngjyrave kafe me blu, e adhuroj. Edhe i kisha parë si ngjyrë të veshur edhe në një vajzë tjetër, më kishin pëlqyer tepër shumë. E thash okej, do marr këto, se desha barabar të marr një pal roba banjo, kisha parë edhe këto, edhe një body tjetër që ishte lart e poshtë një. Edhe jo më kishte pëlqyer, po atë na jepte shumë shtrenjtë ajo që e gjeta. Na jepte më duket 20 euro, 17,5, kurse këto i mora me 12,5, kështu që këto ishin blerjet tona për sot. Ndiem shumë e lumtur që i bëm të gjitha. Edhe tani dua të qetësoj pak trur. Hëngrëm edhe drek që parë. Ulëm në një lokal super cute që kishte gjëra kështu më healthy, më të shëndetshme. Edhe ne normale që morëm pizza. Morëm një pizza, po morë edhe salat greke, se kishte edhe salat greke dhe ishte fantastike. Më në fund tash hëngra një salat greke tamam, do me thënë domatja ishte freskët, kastraveci ishte freskët, kishte një djath lart që ishte shumë ngjashme me feta, e mrekullueshme, u kënaqa me atë sallatën. Edhe tani themi të erim pak e të dalim përsëri për donjarë. Kështu që shikemi për pak. Arritëm në det, jemi ullur e po pim diçka që të freskohemi. Edhe duhet t'i them që këtu deti është, nuk e di, fantastik. Ka vetëm surfers, surfing më duket që në Shqip, duket. Edhe të gjithë njerëzit thjesht janë ullur në përcepa që të shikojnë perëndimin e diellit, edhe duket shumë bukur, është plot me njerëz. Kaloj shumë bukur në përgjithësi. Você, quando diz que é pra esquecer, tá dando desculpa pra deixar as coisas do jeito que elas são. Esperança ao resto do chão. O teu mantra é deixar pra lá. Se alguém faz do teu corpo peão, te tira do eixo, faz girar, tremendo nas bases solução. Perëndimi më i bukur që kam parë në jetën time. Thjesht
ishte wow. Kemi erdhur në një restorant meksikane që të hajmë unë tacos dhe i vi një taco edhe një quesadilla, more. Quesadilla. Mora vetëm një që të provoj si është. Sepse nuk jam e sigurt po do më pëlqej, e pastaj do shoh ç'a do bëj. Se po të mos më pëlqej, mbas do marr një sallat, Cezar. Por lokali që jemi ulur është shumë i bukur. Shikoni pak bari sa bukur që duket me këto pllaqe. Na contramão, o melhor é deixar pra lá. Pingo nos is. Hangrëm, u kënaqëm, çmimet ishin shumë të shtrenjta te ky lokali. Të tipit një taco bënte 3 euro, diçka e tillë. 3 taco që mora unë bënin 9 euro. Për këtu janë shtrenjt, janë çmime europiane, po okej, ishte mirë. Edhe tani kemi porositur të dy motorat tone që të kthehemi në shtëpi. Motori im ka erdhur, motori David po vjen tani, edhe po e presim që të nisemi bashkë. Kemi një shok këtu te obori, një bretkosk. Është i vockël. Edhe goca tani ndihet e kputur, e lodhur, e masakruar, por e lumtur. Re, kur ju them, ishte nga perëndimet më të bukura që kam parë. Vërtet, realisht, nuk e njej. Ishte wow, thjesht ria atje shikoja dhe thosha, nuk është e vërtet. Edhe ishte kombinimi, nuk ishte vetëm perëndimi. Ishte deti me ato dallgat të bukura. Ishin njerëzit atje që ishin të gjithë të ulur, të qetë. Disa goca banin foto, disa njerëz thjesht rinin me rroba banje dhe ishin të qetë. Dhe me thënë, ishte gjithë vibe, edhe ata që ishin brenda në ujë që bënin surf, ndërkohë që perëndon të dielli. Thjesht fantastike. Edhe gjë që më pëlqen më shumë këtu në Bali, nuk e di pse, është që mundemi të lëvizemi me motora. Nuk e di, kanë ndjesi tjetër motori, sidomos kur ka vapësh, behar, bie dielli. Thjesht kur hypte ai motori edhe të vjen gjithë ajri ftohtë. Edhe shikon gjithë vendin pa patur nevojë të hapësh dritaren për shembull. Nuk më ze makina, sepse nuk jemi në makinë. Se unë e kam problem shumë makinën, më ze makina direkt sa hy. Kurse te motori ndjem njeri i lumtur për shembull. Nuk e di, është gjithë vibe e Balis shumë bukur realisht. Nuk ka detet më të bukura në botë që kam parë për shembull. Greqia, domethënë, mbahet për detet, edhe realisht detet tona, jo që këtu nuk janë të bukura, janë shumë të bukura, edhe këtu janë shumë ndryshe për shembull, kanë ato pema të bukura, kanë atë rërën të bardhë fare dhe uji është boqel, i kaltër, shumë bukur, po për plazh për shembull unë nuk e di po do e ndryshoja me Greqinë, nuk besoj. Por është thjesht gjithë vibe i Balis. Nuk e di, mbase bëjnë njerëzit, mbase bën gjithë natyra që ka këtu, gjërat që më duken mua absurde, që thjesht hecim në rrugë, çfarë isha te motori lart, e kthej kokën një herë lart të shikoj ç'a kam, edhe shikoj një majmun lart te koka ime, domethënë te kabullat ecte një majmun. Nuk e besoja dot, thoshe thjesht këtu është normalja, kjo është normalja. Edhe mbase më duket shumë e çuditshme se nuk jam mësuar në këtë mënyrë. Po është shumë bukur edhe kuptoj pse njerëzit rikthehen shumë herë në Bali. Se thjesht ka këtë vibe-in shumë nice, shumë të bukur. Ritmi është më i qetë, nuk vrapojnë njerëzit të shkojnë nga njëri vend te tjetri, nuk ke edhe ku të shkosh. Domethënë nga plazh në det tjetër do shkosh, po kjo është më shumë. Po janë të gjitha të qeta, ecin kështu avash. Po e di, më pëlqen. Edhe tani them të fle pak gjumë, mbasi fola ju thash mendimet e mia për sot, sepse nesër themi të zjemi herët që të shkojmë në një plazh që kemi këtu afër, që quhet Padang, edhe është nga më të famshmet këtu te zona që rrim ne tani. Thjesht nuk e kemi vizituar akoma, edhe me që nuk e kemi vizituar akoma, tham ta bëjmë nesër. Nuk kemi edhe shumë ditë, domethënë nesër pas nesër kemi ditë plota, edhe për 3 ditë ikim. Dita e 3 domethënë është më shumë të mbledhim gjërat, të rregullojmë valixhet tona, të mbledhim reckat e të kthehemi. Nuk dua fare të ik. Dua të ri këtu. Mbas
këtij udhëtimit ndjem që thjesht duhet të udhëtoj gjithë botën. Brenda vitit për shembull, thjesht të bëj udhëtime njërin pas tjetrit, të shkoj në Tajland, të shkoj në Vietnam, të shkoj në çdo vend të botës të shkoj momentalisht. Po më ka kapur kjo mania tani, do më iksa të kthejmë të shikoj llogarinë time bankare që do jetë bosh. Do kthejmë sigurt pa lek, se kemi prishur tepër shumë lek këto 2 javë që jemi këtu. Sepse të duken të gjitha të lira, thua okej, 1-2 euro mëngjesi, 1-2 euro pia për shembull, 3-4 euro pjata, 10 euro ku e di unë, çka tjetër. E thua mirë, nuk kam prishur shumë, pastaj hyn te llogaria jote bankare, e thua ku më ikun 200 euro sot. Edhe ikën lek pa I kuptuar fare. Do I kem xhepin bosh, por do I mbushur me eksperjenca. Edhe kjo ka më shumë rëndësi në jetë. Dua t'i them vetes që të ndihem më mirë. Kaq, boll fola, natën po ju le e do shifemi nesër në Padang Padang. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Jemi zgjuar. Jemi bërë gati. Tani duket që nuk jam e sigurt. Ky është outfiti im për sot, desha t'i tregoj. Dukem gjysëm. Vesha rrobat e banjës që bleva të reja. Kam veshur pantallonat këto beige, do vesh edhe Birkenstock në kamp. Do marr edhe këtë çantkën time që ndjem që shkon shumë. Edhe jam gati për një tjetër ditë plazhi. Para se të shkojmë në det, themi të ikim një xhiro të hajmë ndonjë gjë, të pim pak kafe, të jemi të përgatitur e pastaj të ulemi në plazh, sepse më duket atje që do shkojmë sot nuk është organizuar, do me thënë nuk është me beach bar me gjëra kështu. Prandaj themi të hajmë njërë e pastaj të shkojmë atje të shohim si do jetë. Ka edhe pak shkallka atje, më duket që të zbresësh poshtë plazhi. Edhe duhet të kemi energji, fuqi që të ecim. Arritëm të deti, paguam hyrje, në përgjithësi këtu në Bali, për plazhe që shkojmë, paguajmë një hyrje të vogël, të tipit sa ishte kjo? 1 euro e gjysmë për të dy. 1 euro e gjysmë për të dy. Thjesht që të hysh, sepse me shumë mundësi janë, domethënë, njerëzit që paguajnë këtu që mirëmbajnë vendin, sepse shikoni, është shumë bukur. Edhe tani kemi të zbresim disa shkallka derisa të arrim te deti. Është bukur rruga këture. Po hym në përshpella që të zbresim. Plazhi që erdhëm, ishim me shumë fat sepse sa arritëm të gjitha shezlonet edhe umbrellat e të gjitha ishin të zëna, po të tipit beshe nami me njerëz. Edhe tha Devi, hajde të shkojmë pak më ndit se ka plazh fillon që atje që zbritëm ne nga shkallët deri këtej, deri më poshtë akoma. Edhe tha Devi, prit të shkojmë pak më ndit të shohim çka ka. Edhe ishte bosh këtu, do me thënë nuk ishte as umbrella, as shezlone, as asgjë. Okej, të shohim le të ulemi këtu, të mundeshim të gjejmë ndonjë hije diçka. Edhe sa I tham këtë, erdhën disa veta këtu që punonin këtu, do me thënë. Edhe fillon edhe vinin këto që jemi ullur tani, që janë si tip jastek, poshtë. Edhe tham, fantastike, super, sa I vun poshtë, tham ne sa është që të paguajmë të ulemi. Tha I 5 euro për të dyja, tham ne fantastike, perfekte, ulëm direkt. Thjesht problemi ishte pastaj që nuk ishim umbrellë, edhe ishim të tipit po çadër, po. Edhe problemi ishte që po djersiteshim, po të tipit unë isha bërë ujë në djers. Edhe thoshim tani që do bëjmë, nuk e durojmë edhe shumë diellin, ne duam hije që të rinë. Edhe mbas pak minutave vjen ai personi që I vuri këto jasteket edhe solli edhe çadra, kështu që I tham sill edhe një çadër. Na tha I është 2 euro e gjysmë, duket çadra. Tham ne, okej, bere, më thot Devi edhe 5 më thoshte prap dhe Mirja, I them edhe unë, kështu që fantastike me 7 euro e gjysmë jemi ullur këtu. Porim, deti është wow, fantastik.
nga deti dhe po shkojmë të hajmë. Edhe I kemi restorantin diku te 400 metra larg, 5 minuta në kam. Edhe tham, është 1 minutë për shembull me motor. Edhe tham nuk do marrim motor, taksi, dhe shkojmë në kamp. Por problemi këtu është që nuk ka trotuar. Kështu që shikoni pak ku heci. Këtu është rruga që po hec. Këtu. Hello. Erdhëm të hajmë burger. Është dita jonë e fundit në Bali, okay? Dje nuk ju filmova, as sot deshe ta marr pak kështu pushim, të ri, të qetësojmë, të mos kem në mendje që duhet bëj vlog. Dhe thjesht tani ne kemi pronontuar një takim të shkojmë të bëjmë tatuazhe, unë edhe Devi, në Bali, ditën tonë të fundit. Tani do thoni, si erdhi kjo ideja? Do ju them, unë ishim dje, po diskutoni me Devin diçka, ishte muhabeti për tatuazhe, edhe tham, ne pse nuk shkojmë të bëjmë? E tha Devi, pse nuk pronontojmë? E thashun, pse jo? Edhe thjesht kështu, nga një muhabet, pronontuam sot shkojmë të bëjmë tatuazhe. Nuk e kishim fare në plan, unë nuk isha në mendje që do të bëj tatuazh fare, gjetëm diçka që na pëlqente të dyve, edhe thjesht të shkojmë të bëjmë. Nuk e di, është thjesht kot. Do porosisim taksi që të shkojmë të vendi të bëjmë tatuazhet tona. Jemi vonuar shpejt. Jemi vonuar, hajde. Que gosto tem de pavão no céu azul. Vento forte de norte e sul. É tão doce, ela quer também. Mexerica, que gosto tem de pavão no céu azul. Vento forte de norte e sul. É tão doce, ela quer também. Dançar, rodopiar no parque a cantar. Mirëmëngjes nga dita tjetër, jemi zgjuar. Dje nuk ju fola kur u kthem në shtëpi mbasi u kthem nga tatuazhi, sepse ishim të lodhur, vajtëm hëngrëm në një restorant italiane edhe rastësisht thjesht kishte atje një Latin party, edhe unë nuk kënaqem me muzikë, me njerëzit që po kërcenin, ishte shumë bukur. Edhe mbyllëm natën shumë bukur dje. Prandaj nuk ju fol edhe unë, por kam bërë një man të ri këtu te dora ime. Është nga ana mbrapa, tani nuk duket shumë mirë. Po prit. Ja, ku është edhe e Devit, që duket më mirë tani, që e tregoj tamam, domethënë. Edhe këto man të ri pam për herë të parë këtu në Bali, deshim të kemi një kujtim nga këtu, edhe më pëlqeu tepër shumë si domethënë si piktur man të ri kur e pash në tatuazh, edhe tham, si jo, të shkojmë të bëjmë, edhe thjesht të bë, kaq, mirë bukur. Kemi një suvenir për gjithmonë, një tatuazh të dora që e kemi bërë nga Balia. Edhe jam tepër shumë e lumtur. Devi më thotë që sigurt do rikthehemi këtu në Bali. Është vendi që i ka pëlqyer më shumë, domethënë riktheheshe shumë kollaj, sepse i ka pëlqyer edhe jetesa. Harxhon lek për avionin, po pastaj vin këtu edhe janë gjërat më të lira, mundesh të mbushesh me aktivitete, me eksperjenca, me gjëra. Mirë, të lira, po na ka dalë super shtrenjtë ky udhëtimi, po le të mos e diskutojmë tani, s'ka gjë. Edhe tani po mbledhim gjërat tona sepse orën 11 duhet të bëjmë check-outin ton, në orën 7 kemi avionin që rikthehet në Greqi, jo në Greqi, në Abu Dhabi, pastaj në Greqi. Edhe kemi një ditë shumë të gjatë sot edhe nesër derisa të arrijmë. Kështu që unë diku këtu them t'ju le ta mbyll këtë vlogun kështu mirë e bukur në Bali pa u kthyer fare në Greqi. Edhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer, të bëni një like, një subscribe, një koment, një diçka, një hype. Një hype. Po, edhe ne do shihemi si gjithmonë të videoradës. Mua. Mua.